aty përveç zyrtarëve dhe ish zyrtarëve të cilët mund të kenë ndihmuar bankersin për të ngritur në këmbë këtë skemë mashtrimi, ke edhe biznese shumë të rëndësishme të cilët kanë qenë në marrëdhënie me progurinë me bankës petrolore. Kështu që prokuria e Fierit nuk i ka hyrë fare kësaj historie dhe sigurisht ndoshta kjo edhe për shkak të idesë së saj që do ta çonte këtë çështje në prokurinë e posaçme. Aty ke të përfshirë bankat të nivelit të dytë, të cilët kanë ndihmuar bankersin që të ketë transaksione apo kompani tjera që kanë lëshuar faktura fiktive për në Raiffeisen Bank është banka e nivelit dytë e cila në një farë mënyrë sipas prokurisë së Fierit kishte ndihmuar bankersin duke ndihmuar që të kishte një numër llogari në Austri dhe nga Austria më pas bëheshin pagesa drejt po them klientëve të Bankers Petroleum, pasi pjesa më e madhe e llogarive në Shqipëri ishin të bllokuara dhe kjo llogari është ajo akuza që u tha që nuk lejoheshin dhe në raport me bankën xhiroheshin para, ishin bllokuar më saktë. Jemi në këto kushte? Sipas ligjit kompania duhet ta kishte deklaruar që kishte edhe një numër llogarie jashtë vendit. Pasi kështu e parashikon edhe kontrata. Kjo nuk është bërë nga kompania dhe në këtë formë është ndihmuar që të qarkullojë e gjithë paraja, ndoshta larg syrit të institucioneve shqiptare. Që po hetohet nga prokuria e Fierit dhe sigurisht që do të hetohet nga prokuria e posaçme, sepse janë fakte të cilat janë në dosje. Sekret që, për shembull, zyrat legale të ish deputetit Eduard Alimi, po ish deputetit Alket Hyseni kanë qenë në marrëdhënie biznesi me bankers, apo edhe firma e Besnik Çerekes, por duhet të jetë prokuria e posaçme që të vërtetojë nëse këto pagesa janë fiktive dhe nëse janë fiktive në çfarë kanalesh të tjera kanë shkuar, se sigurisht që nuk ka asnjë gjë antiligjore që ti të kesh marrëdhënie me një biznes të caktuar, por më pas nëse kjo vërtetohet nga prokuria që është komplet fiktive dhe paratë të cilat dalin nga bankersi, shkojnë drejt këtyre firmave dhe më pas shkojnë në llogari të personave apo firmave të tjerë, këtu duhet të hetojë prokuria e posaçme.